Unë i përgëzoj djemt sepse në qojë do t'isha në vend 2 do të vite keq sepse kanë ullheq shumicën e kampionatit, kanë bë lojnat mira pa qka oscilacioneve që kena pas, dëmtime që kena pas, duhet i përgëzoj djemt edhe unë mendoj që e kemi meritu plotësisht vendin e parë. Sa frymëmarrje është kjo fitore për vazhdimsi, profesor? Jo, frymëmarrje nuk mundem me thënë, jena me pikë barabarta me Elbasanin, po edhe 3 pikë mas kena Ignatin, janë 3 ekipë ngorë për titull. Final Four shumë i fort, Final Four që duhet kena shumë kujdes, duhet sepse fillon kampionati me 0, sigur janë 3 javë vetëm kampionat, dhe më thonë është një luftë, një kampionat i çmend. Profesor, si shikon këtë 3 javë? Duhet rrujmë qetësin, mbledhim forcat, të organizorna, t'jena në qetë, stërvitena mirë. Në këto momente na duhet qetësia, na duhet t'jemi shumë përqendruar sepse jemi 0 pikë, janë 9 pikë në lojë, jemi ngorë gjithë ekipet. Ju vjen keq formula krijon një lloj anomalie në rastin konkret të Vllaznisë, që pika tek humbet dhe në Final Four shkoni normalisht megjithatë kemi ditë që në fillim nuk kemi ditë si do të marrohet kampionati. Tash mas kampionatit vjen keq, por në fillim kemi kanë gjithë dakord në mënyrën se si ka kanë rregullorja. Në qoftë do të pyeti a e du apo se du një kampionat të tillë është gjë tjetër, po them një kampionat i stërzgjatur, një kampionat i stërmundimshëm, stresi prek mojat. Profesor, pa televizin informacion sot me elementari, i kënaqur për Arën që shënoi edhe golin e parë? Jo, Ara shënoi, e përgëzoj shumë, e thua që mund kishte pas minuta edhe më tepër, por mënyra se si ne lozëm Ara është një vingër natyral, ne me 3-5-2 si Kubazin ashtu dhe Arën i kemi përsekutuar thojza sepse janë rolet e tia. Ara më kërkojnë pushimin e nesër në rojë sepse ishte i lollën, normalisht sepse ka shumë vrapime me bua, nuk është një lojtar që mund të bëjë fazën ofensive dhe defensive të njëjtën mënyrë. Kështu që e përgëzoj për ndeshjen e sotme. Është djalë i talentuar, duhet me ecë përpara, duhet me punu fort sepse e ka të ardhmen përpara. Ora e vërtetës. Mund ja dalë Vllaznia tashmë? Ne e kemi filluar për me ja dalë. Normalisht Kastrati dhe Bismarku na kanë prish goxha punë. Megjithatë un kam mjaft lojtarë aty që janë gatshëm me sakrifiku deri në pikën e fundit. Profesor, do jetë Bismarck për Final Four gatshëm? Besoj që po, megjithatë nesër do jetë stërvitje, them që do të jetë një vlerë e shtuar për ne në kohë. Sfida ardhshme ndaj Ignatis, profesor, një kundërshtar të cilin e keni dominuar gjatë sezonit. Unë e di që las me Ignatin, nuk e di që las me Ignatin, unë di që las me Dinamon, megjithatë të 3 skuadrat që unë las janë njëna më fortë se tjetra, kështu që presim dhe të jemi të qetë për anësh. Profesor, për plas që jeni pasur në fushë, për jashtë fushët, me Ignatin dhe Dinamon, keni frikë se mund ketë pra... Unë që jam për plas, s'kena për plas me kërkan, ne jemi në futbol, losim futbol, mas 90 minutë që t'jemi tonë miqë shok, pavarësisht me diket më shumë dhe diket më pak, nuk ka, këtu është futbol, nuk është për plasje, nuk ka asë gjatë tjetër për futbollit. Profesor, kolegu dhe miku juaj Breken Obizi u shpall kampion me Vllaznin B dhe u shpreh shumë optimist se edhe Martini do ta bëjë një gjë të tillë. Jo, jam shumë i gëzuar, kam uru direkt mas neshës e kam pa neshin për televizorit. Normal ka bë punë shumë të mirë sepse nuk është kollaj të bësh një ekip B me gjithë ato lojtarë të huaj. Unë jam i mendimit që kërkush tjetër për vestisë, se s'do kishte shumë më bë. Një aleancë profesor të Gnadios dhe Dinamos. Jo, unë i besoj vetvetes, djemve të fëmijë tanë Shkodrës që me thanë drejten kam pak, kam nevoj pak, jo unë, po djemë, ka nevoj pak më tepër për shtetje, pak më tepër me kanë prezent, kur shoh ekipet e tjera që vinë me politikan, me gjitha instancat e për stadiume dhe ne nuk pështetemi nga këto njerëz, më vjen keq, sepse Shkodra nuk është asnjë individi, Shkodra është e tonëve, Shkodra ka histori të madhe, Shkodra nuk është e një personit apo 2 personave, Vllaznia është e tonë Shkodrës.